Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Mes të llovisë lajmeve të politikës ka dhe lajme dhe nga fusha e historisë. Debatet në Shqipëri janë nga më të ndryshmet dhe përngjarje nga më të ndryshmet. Por një nga kryengjarjet që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore është konferenca e Mukës. Sa herë që po themi del data 1, 2, 3 gusht, kur është mbajtur kjo të vitit 1943, pra sa herë që kemi përvjetor, historianë, gazetarë, studiues të ndryshëm paraqesin objeksionet e tyre dhe pse jo ka pasur dhe debate dhe replika dhe qëndrime të ndryshme për atë që ndodhi në fshatin midis Tiranës edhe Krujës. Por ngjarja që do t'u them sot dhe do të trajtojmë sot në emision i kalon për masat e Shqipërisë. Në Beograd, në një revistë shkencore, Historia e shekullit të 20, nëse është e mundur regjia mund ta paraqes në monitor. Ja, kjo është kopertina, një revistë shkencore e Institutit Shkencor të Historisë në Beograd, ka botuar së fundi një botim të një studiuesi shqiptar, pikërisht për konferencën e Mukës. Është kjo, unë e kam nënvizuar, autori i këtij studimi është Marenglen Kasmi, një historian tashmë shumë i njohur në Shqipëri, për studimet e tij, për librat e tij, por edhe për polemikat që ai ka ngjallur dhe ka bërë vetë në media për ngjarje të ndryshme, veçanërisht të luftës së dytë botërore, të marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë, veçanërisht me ato të Gjermanisë, por edhe mas luftës së dytë botërore. Po ku qëndron rëndësia e këtij botimi? Në planin, po themi, kur e dëgjojmë për të parë, themi ç'de Beogradi, një revistë shkencore atje ka botuar një studim të një shqiptari. Jo, prit se nuk është ajo. E gjitha është sepse Beogradi ka një qëndrim ndryshe nga historiografia shqiptare dhe nga ata historian që kanë bërë publikime në Shqipëri. Dhe kjo është një ngjarje që nuk mund të kalojë kaq lehtë. Jo vetëm në revistë, po priten edhe debate të tjera në numra të tjerë të revistës për ta hedhur poshtë këtë studimin e zotit Kasmi. Ai në fakt i ka bërë publike qëndrimet e tij për Mukën dhe ka një qëndrim statik të qëndrueshëm, nuk ka ndryshime, por studiuesit në Beograd, unë kuptoj që e kanë botuar atë studimin e tij pikërisht për t'u hedhur në ofensiv, pra për ta kundërshtuar dhe për të dhënë objeksionet e tyre. Për të gjitha këto që cili është qëndrimi zyrtar i historiografisë serbe për Mukën dhe ky shqiptar sigurisht, por dhe ndikimi jugoslav, sepse në atë kohë Serbia ishte pjesë e Jugosllavisë, pavarësisht se ishte primadona, pra ishte ajo që luante gjithë Jugosllavinë dhe qendra e saj ishte në Beograd. Ishte ndikimi jugoslav në këtë konferencë, po themi nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës së dytë botërore. Unë kam ftuar vetë historianin Marenglen Kasmi për ta sqaruar gjithçka, por nuk do flasim thjesht konferenca e Mukës sa e mirë apo sa e keqe, po me detaje, me prova, me fakte, me dokumente që zoti Kasmi i ka vënë në dispozicion dhe këtij studimi që botohet për herë të parë një historian në një revistë shkencore në Beograd. Zoti Kasmi, faleminderit që pranoi ftesën. Faleminderit juve. Me këtë po e nisim, a duhet të uroj unë ty që urime që ke botuar një shkrim apo se kur dëgjojmë këtu një revistë në Beograd ka botuar një studim të një historiani shqiptar. Në fakt kjo është, sikur se ju e thatë, një revistë prestigjioze, pra jo prestigjioze se thashëm, këtë e thotë. E mirë, unë flas prestigjioze në kuptimin jo vetëm aspektin përmbajtësor apo të qëllimit botimit, por në mënyrë të organizimit, sepse është një revistë shkencore e mirë organizuar, e Institutit Historisë, organ botues pra Institutit të Historisë Bashkëkohore të Beogradit. Dhe e them të tillë sepse shikoj mënyrën si është organizuar, duke filluar nga botimi online, indeksimet e dhura në platformat e dhura shkencore, mënyra e trajtimit krejt profesionale dhe të marrëdhënies me autorin, pra dhe kjo duhet theksuar, dhe po ashtu shikojmë që Beogradi është, dhe do ta them, ndoshta më mendje hapur se sa botimet tona shkencore për sa i përket diskursit historik, diskutimit. Stop, ja, ky stopimi i parë. Do të thënë Beogradi, historian dhe Beogradit, revista përkatëse në momentin që është e hapur ndaj gjithë autorëve, përfshirë dhe ata shqiptar, aty për çështje. Po ju jeni i pari që botoni? Jo, aty është botuar për periudhe të tjera,
Po tani nuk... Ore, për këto... Për sa i përket mungjes jam I pari, sigurisht. Jo, po historinë moderne, thënë. Për historinë moderne, po është për luftën e dytë botërore, është botimi I parë. Po për shtetin shqiptar nga themeli? Mund të ketë dhe duhet ketë, besoj unë. Po ti për luftën e dytë botërore ti je I pari. Për luftën është botimi I parë. Po nuk është ky thelbi. Nuk është ky thelbi sepse këtu mund gabojmë. Se Beogradi boton një studim shqiptar. Thelbi është ky që Beogradi, apo të themi historiografia serbe, duket sikur për sa I përket diskutimeve, po tregohet më mendje hapur se sa historiografia jon për të diskutuar, ma lër ta çoj në fund. Për të diskutuar mbi çështje shumë të rëndësishme të historisë luftës së dytë botërore. Sigurisht ju me drejtë thatë që historiografia jugoslave në gjatë 45 viteve, por edhe më pas ka një qëndrim që ndryshon pjesërisht, ndonjëherë ka dhe përputhje dhe historian shqiptar me atë që shkruajnë ata dhe kjo duhet tekstuar. Priti, se ti vazhdon, po prita se ti kthej një gjë shumë të. Jo, pritu tani, se këtu nuk jenë në Akademinë e Shkencave. Domethënë historian shqiptar përputhen, studimet e tyre përputhen me ata serb. Dhe kjo ka vetëm një shpjegohet me një fjali. Pra për aq kohë sa ato interpretime shkojnë kundër historiografisë socialiste apo të shkruar gjatë periudhës së Enver Hoxhës, atëherë nëse shkojnë në këtë drejtim, këtu ka plot historian të cilët I marrin edhe tezat serbe dhe I sjellit historiografisë serbe. Tani unë nuk do hy në emra sepse njerëzit lexojnë, nuk është etike. Tani nuk është etike të dëmtosh vendin tënd? Po qëndrim me dijen. Ti thua historianë që janë aktuale? Po nuk po akuzoj, në kuptimin të Jo, çfarë thua, kjo është akuz fare, ku është akuz kjo? Ne flasim në nivelin shkencor dhe teza mund të ketë shumë. Çështja e profesionistit, e historianit është që I merr këto teza, I analizon të gjitha dhe shkon në një përfundim të argumentuar, spari mbi dokumentacion, së dyti mbi logjik dhe përvojë historike. Sepse ne deri tani jemi marrë dhe merremi kryesisht me çfarë tha si I tha ai mendonte se. Okej, rrim te revista, edhe një herë ju lutem revista pra për ta mbyllur çështjen e revistës është për mua ne hapëm ti thotë për ta mbyllur. Tani jam I saktun historia e 20 se unë futa në shekulli 20, po shekulli 20 është revistë e studimeve bashkohore. Bashkohore. Sa vjet ka kjo revistë? Kjo diku në fillim vitet 80 ka filluar të botohet. Ka qenë vitet 80, do të paska goxha, paska goxha. 83 mos gabohet. Pra, nuk në thelb, pra un kam bërë botime të kësaj natyre. Të kërkuan ata ty apo ç've ti? Jo, aty ti hyn me aplikim. Redaksia vendos, pasi bën verifikimet, siç funksionon çdo revistë shkencore, me përjashtim kryet tonave deri diku, që nëse do ta se këtu s'ka hajde banë futu aty, ë? Po botimet shkencore Shqipëria në krizë, I dashur zoti Çakovi. Tani është problem tjetër, nuk është ky diskutimi sot. Domethënë ti aplikove atje, nuk të tha kush hajde boto. Me ndërhyrjet po nxjerr në mënyrë të drejtë për drejtë mendimet e mia kështu. Ashtu si duhet jenë në fakt, sepse kemi pranuar të flasim tryez. Unë nuk të kam ftuar, unë të kam mik. Unë të kam mik dhe e them publikisht, po këtu nuk të ftoj për dhëndër. Atë nuk ndodh më. Për të kthyer. Pra, unë e vlerësoj që një revistë unë kam botuar edhe në vendet tjera, kam botuar në Gjermani, kam botuar në Austri. Pra, ku sigurisht... Jo, ti aplikove? Po, si çdo... Pa të përgjigje? Sigurisht, erdhi përgjigja që pranohet, vazhdon procedurat e recensave, 2 recensa nga 2 studiues spanjoll. Kanë bërë serb? Po, sigurisht. Të kanë bërë? Unë nuk e di kush janë ata, sepse ata e zgjedh redaksia. Dhe çfarë thonë për studimin tënd? Dhe merri padyshim në një reflektim I tyre, I cili ishte I ndarë. Ishin dakord? Njëri që deri diku shkonte domethënë në frymën e saj të artikullit në vijat përgjithshme pra dakord, edhe tjetri jo se kundërshtonte, por që për gjërat saktuar si për shembull ndikimi britanikëve në buke. Ka ndryshuar Serbia dhe historisë tonë apo? Jo, ndryshimi është ky që tregon që ky institucion botues shkencor pra hap dyert dhe përqendrime që shkojnë kundër linjës së tyre të historiografisë. Dhe kështu duhet funksionojnë në fakt, që të shtyhet debati. Ju e thatë që do ketë, dhe unë besoj se do ketë reflektime dhe reagime për sa I përket shkrimit. Tani pyetemi por që kjo është normale se pikpamjet. Pra, lajmi mund të jetë për ju si gazetar që shkenca historisë së Beogradit pranon të diskutojë për çështje të tilla,
edhe po të shikoni përmbajtjen e revistës, aty ka një tematik shumë të zgjeruar. Pse Mukje? Sepse unë gjykoj tema jote, pra tema e studimit të Marenglen Kasmit në revistën Historia 20 veka, se nuk e di 20, si e thonë serbisht 20. Historia 20 asu nuk e di. Do të ke në anglisht. Është për tani do më thuash titullin e temës sepse unë nuk e lexoj dot tani atë. Titulli është Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore, konferenca e Mukjes, domethënë kaq thjesht. Pra, pse pyetja thelbësore është pse ti dërgove në revistën shkencore në Beograd për konferencën e Mukjes, se nuk çove për tjetër. Për disa arsye, para është fusha ime kryesore e studimit, e dyta konferenca e Mukjes vazhdon ende të jetë të ngjarjet e rëndësishme, duhet theksuar. Mos e them më e rëndësishme? Po të duash dhe më rëndësishme, apo gjykoj e rëndësishme. To qëndroj. Ngjarja më e rëndësishme është çlirimi ose ajo është më organizimi, para aty kemi plot kjo në thelb ngel një marrëveshje, një ngjarje që vdiq para se të lindte. Lindje e vdekur, kuptimin e... Jo, do të pyes tani për më, po pa vajtur atje, tani, kam një pyetje. Dhe e treta, pra përveç se interesit që ka për të sqaruar sepse kjo ngjarje ende diskutohet më së shumti politikisht, edhe mes historianësh, se sa e bazuar realisht në dokumentacion dhe logjik historike. Dhe e treta, duke ditur që paka shumë historiografia jugoslave, përfshirë edhe atë serbe, shkon në një drejtim dhe përfundime të tjera për prishjen e kësaj marrëveshje, mendova se është momenti për të ngjallur një debat, edhe aty ku mendohet ndryshe. Do t'i ke bërë me qëllim kryesor për të bërë debat me serbët. Po ne të gjithë për të bërë debat mes ne shkruajmë. Pa historianë që shkruan dhe nuk replikon kush vetë. Historia, shkenca e historisë funksionon pikërisht mbi debatin shkencor edhe duke dhënë secili kontributin e tij. Pra, nuk kemi pse të fshehemi, po të debatojmë dhe diskutojmë dhe me kolegë, qofshin këta edhe serb e kështu me radhë. Domethënë, nuk ka mes ne shkufi, në thojnë za. Honorari sa është aty? Nuk ka honorar. Donë të qetësohen të gjithë. Jo vetëm aty, por në përgjithësi, në përgjithësi, revistat shkencore në të gjithë botën nuk paguajnë honorare. Të qetësohen edhe... Pse u lodhet i pase? Po këtë punë ka mund tani, ka marrë përsipër që të punoj pa lek. Nuk ka honorar? Nuk ka honorar. Edhe jo vetëm aty... Po për ty është një lloj vlerësimi që të zhbëtuar? Sigurisht, ne mati me vlerësimet, e mati me debatin shkencor që me indeksimin. Indeksimi që ka revista? Unë për këtë thash kam botuar dhe vende tjera, por mendoj që historia dhe ne si shoqëri shëndoshemi. Ti ke botuar në Gjermani? Në Gjermani, në Austri, po dhe në Angli kam botuar. Në grupe studiusisht europian, po ashtu për pjesë saktuara kam qenë autor i kapitulli. Në Amerikë nuk kam botuar. Do të ti ke botuar në Gjermani, Angli dhe në Austri, dhe lajm është që ti botove në... Jo, po është lajm kombëtar, po është lajm të tani, prit tani, do flasim për Mukjen, prit. Po, kjo do ta mbyllim këtë të parën, që ti je i pari historian që ke botuar për luftën e dytë botërore në një revistë shkencore në Beograd. Tani, me aq sa di unë po, a mund të ketë se revista është 183-shin, edhe ndonjë bashkëpunim megjithëse me Jugoslavinë, bashkëpunimi vllazëror mbaroi që në 48-ën, por që gjithsesi unë vlerësoj, siç thash, korrektesën dhe korrektësinë. Tani këtë pyetja, atë ka ndryshuar në gjë atë? Fare. Je sigurt se mos kanë bërë sikurse ndodh ndërmjet autorit edhe redaksisë, ka këmbime, do të thënë mendime. Me dy recensuesit ka kushtuar vetëm një email sqarues dhe disa gjëra të vogla që janë krejt normale. Atë kanë pyetur ata ty? Po, sigurisht. Ka gjithmonë gjëra, sepse do të kemi parasysh që nuk është e njëjta gjë të shkruash një artikull për shqiptar, lexues shqiptar dhe për lexues tuaj. Se je i detyruar, pra dhe aty është një shtria e autorit, pra e studiusit që të shkojë në thellësinë e dur, atje ku duhet për të sqaruar, ose ta kaloj diku më shkurt, aty ku ndoshta interesi i lexuesit të huaj është më i vogël. Tani, vim te konferenca e Mukjes. Pse serbët janë të interesuar për atë që ndodhi në 1 deri në 3 korrik në fshatin Mukje të Krujës, e quajmë? Ju thoni të interesor i kthehen përsëri, shumë takon të flas në aspektin shkencor, pra interesit për të zhvilluar më tej historinë, sepse është marrje dhënie, pra Ballkani, Evropa, sigurisht. Pse janë të interesuar ata dhe cili është qëndrimi zyrtar i tyre? Po të shikojmë, Mukja
vazhdon ende të përçajë jo vetëm shqiptarët, por edhe historianët. Qofshin këta edhe të huaj. Por ne jemi mësuar deri tani në këto 30 e kusur vite që të besoj më shumë kur na e thot një i huaj se sa kur e themi ne vetë. Edhe kur janë serb? Por nëse qëndron, nëse jo çdo temë trajtohet njësoj. Padyshim që nëse shkruan ashtu si duhet sipas realitetit historik dhe dokumentacionit, ka gjëra që besohen, po patjetër. Unë nuk e, domethënë, ka një gjë që beson ti historiografisë serbe? Në lidhje tani, kjo është një pyetje që të $1 miliard. 1 miliard as 1 milion jo. Sigurisht që edhe Serbia, sigurisht edhe Shqipëria, gjatë periudhës së komunizmit, ka qenë historiografi në shërbim të interesave të vendit, në shërbim të interesave kombëtare, rastin konkret atyre jugoslave, po në Jugosllavi do të patur parasysh pra si federat që kemi interesin e përbashkët, por kemi dhe interesin e vogël. Edhe Serbia dihet që edhe në kohën e ish Jugosllavisë ka qenë një republikë që dominonte shumë ambientin federal, po i them unë federativ të kësaj natyre. Po Serbia ishte. Kështu që si çdo vend që vjen nga një regjim komunist, padyshim që interpretimet ka qenë diktuara. Për shembull, për të dalë më konkretisht, menjëherë mbas lufte, ne shikojmë që historianë të caktuar jugoslav, dhe këtu i referojmë botimit të parë për shembull të marrëdhënies shqiptar-jugoslave të Dedijerit, qartazi hyn fryma që në Shqipëri Partia Komuniste Shqiptare u themelua nga jugoslavët, tërësisht në ndikim jugoslav, lufta po ashtu del... Historiografia serbe? Jugoslave. Jugoslave, po. Në fakt... Për mu kjo po ashtu referohet, do më thënë që prishja erdhi si pasoj e çështjes së Kosovës. Do fillojmë konkretisht për mu. Dhe kur flasim pra për historiografin komuniste në tërësinë e saj, ajo sigurisht nuk mund t'hidhet e gjitha në kosh, por për aspekte të saktuara, ka element që janë interpretuar sipas politikës së kohës. Ndodh edhe sot, jo në këtë mënyrë, por sigurisht do ta trajtojmë. Do kemi publicitet, një hapësirë të shkurtër publicitare, do kthehemi direkt me konferencën e Mukjes, sepse aty është përplasja me historianët serb. Dhe do na tregosh gjithçka ku ti debaton, polemizon dhe përplasesh me historianët serb. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefonin juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja. Falenderoj, kthehemi në studio, falenderojmë edhe një herë institucionin monetar MoneyGram Akinvest që mbështet këtu emisionin Dekalog në Dritare TV me sloganin transfero shpejt, gjithmonë më shpejt kudo dhe kudo, gjithmonë transferoni parat me MoneyGram, nuk do zgjenjeni kurrë. Tani vim te konferenca e Mukjes. Zoti Kasmi, tani na thua çfarë ke shkruar atje, nuk po them tani në mënyrë të përmbledhur. Para një sa faqe ishte? Po, artikulli aty rreth 20 faqe është kompjuterike. Po, se sigurisht si çdo revistë, edhe kjo revistë përcakton kriteret, standardet e saj. 12 faqe. 20 faqe. Më fal, 20 faqe. 20 faqe. Okej, pas të bërë libër, 20 faqe nuk është pak. 20 faqe. Sigurisht është gati 1000 rreshta. Më shumë se 1000. Më shumë se 1000. Pas standardit. Po, më shumë. Times New Roman 12 me hapësirë 1.5. Për sa i përket trajtimit. Tani çfarë ke trajtuar aty ti? Trajtimi duhet nisur pikë pari në aspektin metodologjik. Pra duke marrë të gjitha prurjet, qofshin ato dokumentare apo literaturë më të fundme, se kështu funksionon në histori, në shkencën e historisë. Jo vetëm shqiptare, por edhe ato tuaja. Këtu i referohem, do thënë, qoftë dokumentacionit që është shumë i rëndësishëm në këtë kohë, edhe për Mukjen, dokumentacionit gjerman, qoftë ati britanik, po ashtu edhe literaturës dhe botimeve jugoslave për çështjet e historisë së Shqipërisë gjatë luftë botërore, dhe padyshim edhe dokumentacionit
të Arkivit Qendror Shtetëror Shqiptar, pra dokumentacionit tonë, sepse për këtë ngjarje ne kemi plot dokumentacion, apo mjaftueshëm dokumentacion, se plot është, mendohet sikur. Cila është e reja që ti ke në këtë studim për Shqipërinë dhe për Serbinë? Për Shqipërinë, pra aty ku ndahet edhe, ose ku ndajemi dhe ne mes shqiptarëve, prishja e kësaj marrëveshje, organizimi, kushtethieri dhe prishja e marrëveshjes. Pra thelbi, nëse është thënë që kjo marrëveshje është prishur për shkak të Kosovës, unë bëj një analizë më të zgjeruar, referuar në dokumentacion, edhe arrin në përfundimin që kjo marrëveshje është prishur pikë së pari për arsye politike, në kuptimin që ajo që ndodhin Mukje tani, për gjithë ata që ndjekin, kërkojnë ndjes. Unë do lexoj 3 vendime të konferencës Mukjes që ti pasaj do të jedhësh poshtë. 1. Luftë të përbashkët dhe të menjëhershme për bri aleatëve të mëdhenj anglisë, SBA dhe Bashkimit Sovjetik, si dhe edhe popujve të shtypur kundër pushtetit barbar. 2. Luftë për Shqipërinë e pavarme, luftë për zbatimin e parimit të njoftur botërisht të garantuar nga Karta Atlantike të vetëvendosjes së popujve për një Shqipëri etnike, dhe 3. Luftë për një Shqipëri të lirë, demokratike, popullore. Këto ishin 3 vendimet e konferencës Mukjes. 3 kryesore. Tani i marrim me radhë përderisa. Po, ndërkohë regjia ju lutem foton e konferencës gjatë zhvillimit të konferencës në fshatin Mukje të Krujës. Do doja nëse është e mundur. Luftë ndaj pushtuesit. Atëherë si do të bëjë kjo luftë në kohën që jo, e para është luftë të përbashkët, po pra. Me përbri aleatëve Angli, Amerikë, Bashkim Sovjetik. Po, sigurisht, domethënë që ja, kjo është foto. Tani që të arrijmë të analizojmë më mirë këtë pikë, duhet shikojmë pak edhe para zhvillimit konferencës Mukjes. Dhe këtu flas për një qendrim kritik të 2 palëve kryesore, pra Fronti Nacional Çlimtar, lexo Partia Komuniste. Pra, në Mukje për gjithë ata që na ndjekin, kishim 2 delegacione. 2 delegacione. Të ballit kombëtar dhe të frontit antifashist nacional çlimtar. Fronti më përpara, sepse thirrja për organizimin e kësaj konference ka ardhur nga Këshilli antifashist. Pra, pse? Sepse ishte kërkesë e madhe kohës, qoftë nga britanikët, nga aleatët, pra organizimin e frontit të përbashkët lufte kundër pushtuesit, por po ashtu edhe Komiterni si organizim, themi, i komunistëve, pra që zinte fill nga Moska. Thirrja është bërë nga Fronti Nacional Çlimtar. Jo nga Balli. Jo nga Balli. Balli ju përgjigj thirrjes, madje aty tani po të hym detaje, takimi i parë do të bëjë në Tapiz më 26 korrik. Dhe do të vazhdojmë. Në Tapiz u mendua fillimisht takimi, por duke qenë që organizimi, po, arsye organizative, dhe më pas u detyruan të lëvizin për Mukje, mbasi italianë dhe morën vesh që ishin mbledhur palët, e rrethuan vendin, ikën sepse kishin frikë se mos i kapin. Tani një pyetje kam. Edhe ato mbledhjet e brigadës kooperativës nuk kishin këtu. Nuk kishin një sallë. Mund të kishte salla, pra shumë fshatçe. Po tani nuk mund të kërkojmë në Shqipëri. Enver Hoxha me Myslim Pezën i bëni të shtëpia e Myslimit të mbledhje konferencë e Pezës. Mund ta shikosh edhe si tregues, por kjo në tepër e një karakteri, të themi, popullor, ku shqiptarët mblidhen në kuvent si dikur poshtë listit edhe diskutojnë. Shumë e pravambetëm duket ato. Por që s'na nderon fare kjo. Ore konferencë e Pezës ishte kishte lezet një sallë atje, do të thonë, se modeste ishin ato, por kishte sallë, kishte një tribun, kishte një pod atje. Po tani çfarë? Po të kërkoj llogari ty unë, jo, po them po. Pse pikërisht kjo? Shiko tani, aty njëri shtrirai atje, shikoj atje, shtrirai atje. Më ka bërë shumë përshtypje. Sa dëgjojnë atje dorën kështu, pa, serioze kjo? Kuvent pra në Mexhlis, në poshtë listit. Mexhlis ishte gone Turqisë o zoti Kas? Po me sa duket vi mende me mensi turk edhe në kuvent. Dhe vetëm një tavolinë aty, që njëri me kravatë aty. Edhe ajo për sekretarin, no, që të shkruaj. Edhe për sekretarin. Jo, nuk është komentuar ndonjëherë kjo foto në këtë formë. Shitani, Abbas Kubi pi, qa është ajo? Uj është ajo, rakia, qa është ajo ati? Tani... Uj duhet tjetë. Bari Omari aty me kravatë, e ullur si... Si shishe shumë në gjendje të mirë duke se uj pje me bucel në këto. Po, nuk më duke si... Megjithatë nuk është, thelbi është çfarë doli nga kjo, nga ky kuvent. Jo, ai 2 palëve. Jo, e para është do lutem regjia listën e delegacioneve do ta trajtojmë dhe delegacion se ka shumë rëndësi dhe përbërja që lidhet edhe me vendime. Po unë mendoj që edhe ardhja në Mukje është e rëndësishme. Ja, këta janë 12 balli
dhe delegacioni i Këshillit të Përgjithshëm Nacional Shqiptar. Pyetje, si t'ja u shpjegojmë ne atyre se kanë iden fare që ishte Muki atje që këta janë komunistë? Se këta që janë ballistë. I thua delegacioni i Këshillit të Përgjithshëm Nacional Shqiptar. Këshilli kishte të dyja rrymat, pra duke u referuar përsëri Pezës, që si antar të Partisë Komuniste, ashtu edhe nacionalistë që këtu i ke në mas, duke filluar që nga Baskupi, Jaja Çaçi, Myslim Peza. Tani çfarë ishte Jaja Çaçi, se kam është oficer i Zogut, ishte oficer i Zogut, Zogis. Myslim Peza dihet, Omer Dyshnica ishte komunist? Komunist, Mustafa Gjinishi komunist. Po ashtu Omer Nishani, ke edhe Gogon Ushin fund, Omer Nishani që në fakt kishte qenë fashistë. Presidenti, antar, si dhe shumë të tjerë që ishtë të detyruar nga nevoja. Pse i merr mbrojtje dhe shumë tjerë? Ore, presidenti ynë, Omer Nishani, ishte komunist, ishte antifashist, po ishte edhe fashist. Nuk është në mbrojtje, sepse duhet dimi diçka që ka shumë të rinj të kohës, edhe pjesërisht që më mbrapa patën ofiqe gjatë sistemit komunist, që duke qenë që kishin punuar në administratën asaj kohe, ishin të detyruar të bëshin antar të Partisë. Madje Omer Nishani ka bërë shkrim te gazeta fashiste. Po mirë, dakor. Nuk e marr në mbrojtje se Omer Nishani është nga ata që meriton të trajtohet në të gjitha dimensionet, edhe deri më sot ndonjë biografi të qëndrueshme të themi për Omer Nishanin ende nuk e kemi parë. Meriton të trajtohet. Te libri i presidentëve nuk është e plot. Është e shkurtër, është i trajtim, po unë ajo mund zero në pikpamjen biografik të tani, Sullo Bogdo, çfarë ishte? I Ballit, padyshim. I Ballit, ë? Po tani Ball, delegacioni i Ballit ishte. Më fal, i nacionalist. Stefan Plumbi? E njëjta gjë. Shefqet Beja, nacionalist. Kemi dy rryma brenda këtij delegacioni, nacionalist dhe komunist. Me dashtylla? Janë, po me dashtylla i Partisë Komuniste. Tre u bën të Partisë Komuniste. Hakis Tërmilli mos u lodh janë ndar 6-6. 6-6. Tani Hakis Tërmilli kujt ishte? Tani Hakis Tërmilli në këtë vjen si më tepër pra i nacionalizmit edhe këtej, por thelbi është ky. Kush shefi shërbimit sekret të Zogut? Kush e luajti? Do të ja mbarova këtë. Hakis Tërmilli, shefi shërbimit sekret të Zogut? Po nuk lindi në 43-shin Hakis Tërmilli. Okej, bukur. Gogon Ushi komunist. Pra, 6 komunistët kush ishin? Aty, po të shikosh nga të dy krahët, sigurisht që këta njerëz kanë një background, kanë jetuar, kanë një aktivitet, kanë një histori. Çështja është që të gjykojmë në të gjithë këtë konferencë që u bë, cilët ishin, po them shqip kështu, violinat kryesore. Pra, në këtë kontekst, në grupin e kemi Ymer Dyshnica, Omer Nishani, Mustafajin që ishte sigurisht si sekretar, por letër këmbimi po të shikosh me Dyshnicën mbahet nga në. Okej, prit, do vim aty. Tani, shpejt Balli Kombëtar, Hasan Dosti. Hasan Dosti, padyshim personi që diktoi zhvillimet e kësaj konference si pasojë e avokat, jurist i njohur, si pasojë e përgatitjes së tij, padyshim. Mitat Frashën. Kryetar i Ballit. Ore, pse këta me kryetar dhe këtu nuk vajtin me Roxha? Sepse dalin përsi të organizimi. Pra, se duhet i sqarojmë gjërat me radhë. Po jo me radhë i sqarojmë duke i bërë një. Tani, ajo që ndodhi është kjo, nëse Fronti Nacional Shqiptar, pra Këshilli i Përgjithshëm, dërgoi ftesën për t'u bashkuar, dërgoi po ashtu edhe delegatët e saj, nuk u përfaqësua nga vendimmarrës niveli lartë. Enver Hoxha po ishte në Vidhkuq në themelimin e brigadës parë partizane, dhe ajo që mund thuhet është që kjo konferencë u thirr jo për të arritur në vendimmarrje, por për të rënë dakord dhe ratifikimi duhet ndodhte më pas. Tani jemi në të njëjtën kushte si sot. Okej, pastaj ne thuhet tani Thoma Orologaj. Ai që drejtoi edhe zhvillimet. Pra ju la drejtimi i... A ishe Niko Peleshi i konferencës? Po dakord, po Skënder Muço. Krau i luftarak, i Ballit Kombëtar, edhe nuk ka nevojë të ndalemi emër. Jo, Ystile Pelica, po patjetër. Pse mungon këtu për shembull Safet Butka? Po prit, mos ma ngatrrok shumë, e kuptoj, duke të thënë emër për emër, ti më ke nxjerrë çit lajme këtu. Pse nuk ishte Enver Hoxha? Ke thënë gjë më të rëndësishme geni. Tani Skënder Muço ju that krau i armatosur i Ballit. Ystile Pelica. Përfaqësuesi të rinjve, frymës së Ystile Pelica. Ystile Pelica, personazhi më me ndikim komandant i Ballit Kombëtar për Jugun, kishte Vlorën, pjesën nacionaliste të Vlorës, ndihmë me vetë, ndikim.
Islu Fluze, profesori, Kadri Cakrani, pas ke qenë Kadri, besoj aty ka qenë armatosur deri në dha. Kadriu duhet thënë që mbas ikjes së vdekjes së Hysni Lepenicës, që u bëzvëndsi aty fillon dhe angazhimi më i madh edhe në krye i Rauf Fratari, major, siç i thua, pra nuk ka ndonjë veçori kjo. Në gjatë Peshkëpia. E një gjë përfaqësues. Halil Mëniku. Avokati. Pra, po të shikosh Ismail Petrela. Sa jurist ke në këtë? Po pra, Vasil Andonit. Pra, dhe po të krahasosh po duash edhe arsimimin. Po prandaj bëra tani. Dhe është tregues. Po pra, si ka mundësi që balli kombëtar janë nivel shumë herë më i lartë se sa delegacioni këshillit përgjithshëm. Po këta ishin. Si këta ishin? Po këta ishin. Domethënë, se s'kishte mundësi Këshilli Nacional, po ja aty ke Omer Nishani. Tani ne duhet jemi të qartë që për sa i përket përgatitjes, formimit nuk mund të krahasohet dot në këtë kohë balli kombëtar me Partinë Komuniste. Po padyshim që ishte më lart. Sepse padyshim që ishte më lart, por nuk është ky thelbi, por thelbi është që delegacioni i ballit kombëtar arriti në këtë kuvent, pra në këtë tavolinë apo në shesh ku ulën, që të dominojë zhvillimet dhe ta çojë konferencën në drejtimin që interesonte partitë politike. Tani pyetja ime, me çfarë synime u nis delegacioni i Këshillit Përgjithshëm dhe balli kombëtar? Për të rënë dakord për që balli kombëtar të atashojë, pra të atashojë balli kombëtar frontin nacional. Ky ishte qëllimi. Enveri i porositi. Ajo po padyshim që është shkruar në letër në ftesë tani, është dokumentuar. Madje balli refuzon që të përgjigjet me shkrim, po ashtu edhe të mbahen shnime. Pra i deshte më mirë vendse kështu fshatshe, në shesh. Do të ballit ajo me kështu thuati, me bidon me me një lëng brenda që se dim se ç'ai. Tani lëngi i shëndetshëm është padyshim, domethënë sepse ai thoni ju nga Gamshi dhe unë nga Skapari. Jetoi mirë dhe më pas. Tani jo, e bukur do ishte që siç këta kishin mitat frashërin, këta të kishin Enver Hoxha. Sepse nuk u mendua si një konferencë e kësaj natyre. E thot edhe Enver Hoxha vetë në si e thot? Në plenum e Beratit, që ne e menduam si një zhvillim ku palët do të negociojnë, po jo për të arritur në një marrëveshje. Dhe e vërteta është që Mukja arriti, doli me rezolut, pra me një program të përbashkët, i cili konsistonte qoftë në organizim politik, pra me krijimin e një qeverie të përkohshme, po themi, apo të një këshilli kombëtar, qoftë ushtarakisht ku u ngritën dhe organizimet pra territoriale me këshillat. Di çfarë pritëm ka ardhur këtu? Të gjithë janë DV dora vet. Kan firmosur domethënë. Po, Myslim Peza pse ka vula thonë ti? Sepse nuk është një gjë e jashtëzakonshme që po jam vula të përgatitura gati. Vula të përgatitura me iniciale. Por mos e ka vënë me gisht thoj ore. Ha? Po jo. E sigurt? Po është e sigurt. Po ç'është këtë vula ti? Ti diku më mbrapa e kishe. Vula gati vetëm Redi Rama përgatit tani mos e fut këtë. E kishe dokumentin diku e pas që ma tregove që e kishe edhe të faqen e nënshkruar. Nuk është do ta pra, duhet ta çoj Mukjen në kontekstin e kohës. Mukja nuk ishte një organizim që duhet të arrinte në ratifikime dhe në vendimarrje të mbyllur, sepse po ta marrim nga ana tjetër. Tani shikojmë përbërjen e delegacionit të Këshillit Përgjithshëm Nacional Shqiptar. Tani cili nga këta mund të merrte vendime në emër të një organizate. Ndërkohë që balli kombëtar kishte kryetarin me vete, sigurisht gjithë këshillin redaksinë qendrore apo si e quanin. Pra, balli kombëtar shkoi me një program dhe me një përgatitje shumë të qartë në Mukje. Dhe më ler vetëm një minutë ta shpjegoj se është. Unë kam lënë tani, po unë vetëm të orientoj të fut në sepse Italia pra kishte ndodhur zbarkimi në Italinë e Jugut. Mussolini sapo kishte rënë, ishte krijuar qeveria Badoglio. Opsionet e hapjes frontit dytë shumë të pranishme, madje diskutimi më aktual. Ardhja e gjermanëve, pushtimi i Gjermanisë në Shqipëri po ashtu një opsion shumë i hapur. Dhe shikojmë që në korrik të 43-shit balli kombëtar del në ilegalitet. Sikurse bëri dhe në tetor 44-s. Edhe atëherë bëri të njëjtën gjë. Dhe me idenë që tani kjo forcë politike padyshim që duhet të orientohej në lidhje me atë çka do vinë në Shqipëri. Nëse do vinë aleatët, duhet që balli kombëtar mos të ishte ashtu sikurse pjesërisht kishte qenë në bashkëpunim edhe me Italinë, sepse këtu thuhet që nuk ka bashkëpunuar. Po nëse ishte kundërshtare, si ka mundësi që kryesia e ballit kombëtar
qofte me Mitat Frashin krye, rrinte gjithë ditën në kafene në hotel Dajti. Tani, ai që lufton nuk mund të rri dot mes kryeqytetit. Prit se ti i thua kështu dhe kur rrinte Mitat Frashi? Po Dajti e orienton të jetën politike si shqiptare e njëjta gjë. Dhe Mitat Frashi pinte kafe atje? Po të gjithë aty ishin padyshim. Të gjitha, a? Po, edhe ka një letë shumë interesante të Ismail Golemit. Seli, unë nuk e di tani, po jo, normalisht... Ishin ilegalitet. Në kohën e pushimit gjerman aty ishte selia e qeverisë shqiptare, po, aty e ka patur. Por, në këtë kohë, do me thënë, po të shikojmë që dilet në legalitet, pra me idenë që duhet veproj politikisht, duhet marrë disa masa. Jo, ishe duke thënë letra? Ismail Golemi ka një letër shumë të detajuar për sa i përket takimit që kishte me Mitat Frashrin, edhe përshkruan parinë e ballit kombëtar në një mënyrë shumë interesante ti, domethënë. Me atë bidoni duke pirë ujë nga i lëngë. E kam fjalën që balli kombëtar shkoi shumë i qartë për të arritur synimet e veta politike dhe shkret normale, pra nuk ka asgjë normale në këtë që të shfrytëzojë një tavolin për të marrë pushtetin, dhe balli kombëtar shkoi në Mukje për të marrë pushtetin tavolin, Partia Komuniste iku nga Mukja për të rojtur pushtetin që po e ngrinte gradualisht. Tani, kështu që domethënë balli kombëtar synonte që me marrëveshjen e Mukës të merrte pushtetin tavolin. E tregojnë veprat, e tregojnë veprimet. Po këta pse firmosën mëse? Po firmosën pa autorizuar pra. Të lutem regjia dokumentin me firma? Duhet kuptojmë që komunikimet me Enver Hoxha. Këto janë firma këto? Jo, këto janë të shtuara më pas, nuk janë të shtuara. Po tani ai është një dokument, një faksimile që mbi të është punuar. Do më thënë është shkruar, për arsye, nuk e di. Gjithsesi. Po ky është delegacion. Dakord, është plotësuar, mund tani, por që nuk besoj se është e gushtit të 43-shit. Ja. Dorën i 11-i, nëntorit është, 20 nëntor. Po pra po është e vullet 43. Pra, për të kthyer përsëri në diskutim, dhe politikisht, balli kombëtar e fitoi Mukjen. E fitoi? Po padyshim, sepse u arrit, pra u morëm vendime politike, ushtarake, pra u bashkuam, tani hajde do luftojmë. Por çështja është që çfarë mendon pala tjetër për këtë gjë. Ndërkohë që qëllimi ishte tjetër gjë, pra ishte thjesht të diskutonin, dhe nëse do arrinim marrëveshje që u arrit, ajo duhet ratifikohet edhe nga pala tjetër, sepse shkret normale, nuk mund, do thënë, delegatët nuk kanë... Po jo, që të firmët e qëtërës? Po mi pra, i hedh firmën si, po është te i kalim kompetencash, nuk mund të, tani, të dërgosh... Teoria e Enverit? Jo, si ndodhin sot, kush i ratifikon marrëveshjet sot, qoftë edhe brenda forcave politike, i ratifikon ai që... Në Mukje të ratifikonin marrëveshjet? Ati s'ka as Niko Peleshi, as grup parlamentar? Që ne të kërkojmë se këtu çudit s'kan fund, këtu Po jo, Ogeni, tani të lutem se kjo është thelbësore. Firmosën ballistët, firmosën dhe... Negociatori nuk firmosën mbylli marrëveshje. Këta janë grupe realisht menduar si grupe negociatore. Po mi mua, firma është hedhur, por e thot se them unë, e thot, po jo pra jo, po s'mund të firmo, tani... Ja, Geno, këtu më vjen shumë keq, të respektoj shumë. Po më dëgjoj pra logjikën. Po ai që firmën negociatori, jo vetëm në politik, po kudo nuk firmosi pa autorizuar, dhe marrëveshja duhet ratifikohet. Në luftë nuk ka parlament, përderisa përmend zoti Peleshi, po ka kryesi, pra Fronti Nacional Shqiptar ishte i organizuar. Jemi në kohë është krijuar edhe shtabi i përgjithshëm. Ndikuan serbët këtu, pra Dušan Mugosha, që kjo marrëveshje të bëjë ulë? Kjo që del është zhvillimi pas Mukjes, sepse kontaktet ndërmjet Dishnicës me shok dhe Enver Hoxhës me shok ishin shumë të vonuara. Pra nisej letra sot, vinte mbas 2 javësh, atje ku ishte luftë, sigurisht nuk ishte celular, po dhe WhatsApp ishin. Kështu që dhe në thelb po të shikosh, mjafton të lexosh vetëm letrat që këmben Enver Hoxha me Ömer Dishnicën, dhe Mukja është tepër e qartë. Por Mukja transformohet për arsye të tjera. Jo, përpara letrave ndikoi Dušan Mugosha te Enver Hoxha që grise marrëveshjen dhe bëhen ul? Po marrëveshja është pas, kjo është më pas. Tani, dokument të tillë përveç kujtimeve nuk ka. Megjithatë, është plotësisht e mendueshme që Mugosha ta ketë kërkuar këtë gjë, sepse nuk i interesonte Kosova. Por nga ana tjetër, sapo më lexova edhe vendimet e Mukjes,
Në Mukje po të shikojmë, pra thuhet luftë të gjithë së bashku kundër pushtuesit, por çështja është si t'ja bëjmë se dokumentet gjermane thonë që balli kombëtar kishte dhënë garanci që nuk do luftonte kundër gjermanëve. Atëherë është një pikpyetje e madhe kjo. Që kjo do të thotë? Që do të thotë që përderisa premtoi që nuk do luftonte, çfarë do kishte ndodhur nëse Mukja do kishte vazhduar? A do kishin luftuar? Me nëse se bëjmë dot. Jo, kjo është pyetja, nëse Mukja do quhesh, okay, çfarë do ndodhte me Shqipërinë? Balli, po padyshim, sepse do vijej në rrezik e gjithë në konferencën e paqes, pra në Paris. Po? Pavarësisht se shqiptarët luftuan fort kundër pushtuesve, përsëri pati një udhë shumë të vështirë për të rifituar pavarësinë kombëtare. Nëse nuk do ishte luftuar, kjo udhë nëse do funksiononte kjo marrëveshje, po si do funksiononte kur i kishin dhënë disa herë garanci konsullit gjerman që ne nuk luftojmë kundër gjermanëve. Jeni, je duke thënë që nëse jam duke folur për një lojë politike shumë të hollë të je duke thënë që nëse do funksiononte, do vinë zbatim marrëveshja e Mukjes, rezistenca do ulej, padyshim. Dhe ne rrezikonim pavarësinë në konferencën e paqes? Po është rrjedhim Po jo, po mund të më thuash këto me fjali se po i them unë. Është rrjedhim i pa diskutueshëm. Sepse u luftua shumë, mezi u njoh Shqipëria, fillimisht si fuqimike kështu me radhë. Nëse do ta kishim më të ulët rezistencë, më të ulët, do kishte patur probleme shumë. Marrëveshja e Mukjes mund kishte shkuar në një drejtim shumë të kundër interesit. Do të bëri mirë Enver Hoxha që janë uaj. Po jo, më nuk mund ta them mirë keq, se jemi te në set. Por unë jam duke folur Po Enver Hoxha hodhi poshtë. Enver Hoxha hodhi poshtë sepse mënyra si u zhvillua Mukja ishte që ti ke organizuar deri tani luftën me program politik, ke vajtur në pezë, ke krijuar Frontin Nacional Shqiptar, ke krijuar Ushtrinë Nacionale Shqiptare, tani që po kapitullon Italia, vjen një forcë tjetër politike, thotë shiko, hajde biem dakord se do ta marrun drejtimin e luftës, edhe do vazhdojmë bashkë. Po pse i çova ti pasaj tjetër? Për çfarë i çova ti? Që balli kombëtar i bashkoi Frontit Nacional. Kjo është tani sforcim ka këtu, ë? Nuk ka sforcim fare. Do të lexoj një citat. I marrë me radhë. Po, do të lexoj një citat të Nikola Panos, historian shqiptar amerikan. Lexohet. Enver Hoxha. Si? E kam përdorur si referencë. E ke referencë? Është. Në studimin që ke botuar në Beograd. Është. Enver Hoxha dhe Komiteti Qendror i Partisë Komuniste të Shqipërisë ishin të gatshëm të pranonin marrëveshjen, por u pengua nga Svetozar Vukmanović Tempo, ambasadori i shëtitës i Titos në Ballkan, i cili kishte rastisur gjatë kësaj periudhe në Shqipëri. Po. Tani dalim në ditëmendje nuk shkoj sepse nuk është kusht. Nuk është arsye themelore, nuk e përjashtoj, sepse e thash në fillim, Partisë Komuniste Jugoslave nuk i interesonte çështja e Kosovës dhe bashkimi, por ato e mbante për vete, sigurisht, sikur se ndodhi. Por, marrin vendimet me radhë, aty u fol edhe për kartën e Atlantikut. Tani, përderisa u fol për kartën e Atlantikut, duhet sqaruar cili që debati kryesor në Tapiz, takimin e parë, balli kombëtar thoshte bashkimin me Kosovën që gjatë luftës. Ndërkohë që Karta e Atlantikut nuk njihte asnjë bashkim zgjerim territoresh gjatë luftës, por mbas luftës me parimin e vetëvendosjes. Por ne ishim të bashkuar gjatë luftës. Po nëse unë nuk e quaj bashkim, sepse gjithë bota pushtoi, shqiptar zgjeroheshin. Shtoheshin, nuk shkon logjika. Më ka thënë Alikël Cyra ata. Po Alikël Cyra tha, jo, ja ka thënë. Po ju tha po bëni koloni të madhe tha. Ju nuk po bëni Shqipërinë të madhe. Koloni padyshim. Po ja ka thënë Alikël Cyra këtë. Tani unë po të them që karta e nacionalizmit apo themi e diskutimit etnik. Po ishte ndër kartat më të forta që balli kombëtar përdor jo vetëm në Mukje, po gjatë gjithë ekzistencës së tij, gjatë gjithë luftës dhe pas luftës po desha. Sepse me bashkimin etnik sigurisht realizoi një aspiratë shumë e madhe popullit shqiptar dhe menduan se do të ndiqeshin, pra do ta përdornin këtë gjë dhe do kishin pasues më shumë. Dhe ashtu ishte, ose duhet ishte. Problemi fillon në momentin që bashkëpunohet me pushtuesin, njihen bashkime shtetërore, pra zgjerimi i Shqipërisë brenda në kuadrin e çizmes italiane më pas gjermane, ndërkohë që Karta e Atlantikut këtë gjë hidhte të parën poshtë. Pra, bie dakord nga dy palët që do zbatojnë parimet e Kartës së Atlantikut, ndërkohë që jepet si arsye kryesore Kosova për prishjen e Mukjes. Atëherë nuk shkon logjika. Pra, o do i qëndrosh linjës që mbas lufte ky parim do përcaktoj dhe për shqiptarët të ardhmen e tyre, ose nuk do e shkruash fare. E thënë, Troç është një formulim politik, por hipokrit. Sepse nuk e mendon dot që ata
mos ta dinte Mitat Frashëri se si shkonte rruga e bashkimit dhe çfarë rrugë duhet ndiqte Shqipëria për të bashkuar. 12-ën e kishte përjetuar, 13-ën, këtu konferencë të ambasadorëve në Londër, 20 apo ashtu, pra unë nuk flas dhe askush si profesionist nuk flet vendimet mira, mirë keq. Por Bernd Fischer, qëndrimi i Enver Hoxhës për marrëveshjen e Mukjes, i leverdiste ballit kombëtar dhe veç kësaj i silte edhe një farë kapitali politik. Fundja e ballit kombëtar nuk mund të mbajë kështu përgjegjës për prishjen e marrëveshjes. Po sigurisht, unë sapo e thash, është një mjeshtëri që ka pranuar dhe vetë Enver Hoxha me shok, është një mjeshtëri e veprimit dhe mendimit politik të nacionalistëve shqiptar të ballit kombëtar në këtë konferencë. Padyshim, dhe po ashtu e lën hapur dhe shteku që nëse kjo që do prishej, atëherë e prishën komunistët që do ta prishtin me dhe pa Jugoslav, sepse nuk u intereson për serbët. Enver Hoxha, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë, Mukjen e morën për një gjë formale, ku do të veni më tepër t'i thoshim të katët të vërtetat në fytyrë ballit dhe të lanin duart para popullit për veprimet që do të bënim më vonë. Ku është thënë kjo? Kjo është thënë plenumin e Beratit. Po? I cili në çfarë pozitash i ka thënë Enver Hoxha, sepse kthehem te ajo që theksoj gjithmonë, aq sa ndoshta bëhemi bezdisur edhe për jo nuk bësh fare bezdisur, pse thua? Kritika e burimit historik. Në Berat, Enver Hoxha është detyruar të gëlltisë dhe pranoj shumë gjëra, sepse ishte në rrezik, ishte duke u zhvendosur sigurisht me ndërhyrjen e Tempos me shok që përdore e Jugoslavëve. Pra, është detyruar të bëjë autokritik, të pranoj dhe gjëra më shumë se sa e tregon realiteti historik. Pra, aty unë i marr për vete me shumë kujdes të gjithë dokumentacionin edhe të lanin duart përpara popullit për veprimet që do bënin me armë, më vonë. Po të vazhdoje pak më poshtë edhe këtë gjë, duhet ta kishim provuar edhe një herë Mukjen, thotë. Jo t'i binim aq shkurt, por duhet ishim munduar të thrisnim dhe të bashkonim me ne pjesën e shëndosh të nacionalistëve, patriotëve të ballit kombëtar, që nuk deshën bashkëpunimin me gjermanët, por që ishin për luftë. Pra, është një autokritikë e cila shkon natyrshëm në të gjithë. Harry Fultz, drejtori i Institutit Amerikan dhe numri 2 i shërbimit njohësi më i mirë i politikës shqiptare diplomatik mbas luftës së dytë botërore. Balli kombëtar ndoshta kërkonte ndonjë arsye për të prishur marrëveshjen kur u bë e qartë se mund të kishte një shans për të punuar me gjermanët. Për këtë arsye qëndrimi i Hoxhës i leverdiste ballit kombëtar dhe veç kësaj i silte edhe një farë kapitali politik. Po, siç i pruri. Edhe sot e kësaj dite, po, dhe sot e kësaj dite vazhdon e njëjta gjë e gërshetuar, mos ta harruar me propagandën gjermane shumë të sofistikuar. Tani, me që ti e botove këtë studim në Beograd, ku është roli serb dhe jugoslav këtu? Roli është që unë e përjashtoj ndikimin jugoslav në prishjen e kësaj marrëveshje, e përjashtoj në bazë. E pëlqen ata këtë shkrim tani? Jo, ata mendojnë që si Mukja dhe shumë gjëra tjera u dirigjuan pikërisht në Jugoslavi. Domethënë, qëndrimi zyrtar është që gjithë prishja e marrëveshjes do nga ata. Politika, padyshim që Fronti, Partia Komuniste Shqiptare, shkurt Fronti, ishte në ndikim të pa diskutueshëm të Jugoslave. Ky është qëndrimi. Ti e poshtë. Unë them që në rastin e Mukjes, Enver Hoxha nuk kishte asnjë nevojë nga askush, jo vetëm nga jugoslavët, që të mos prishte një marrëveshje që nuk i interesonte as atij as Partisë Komuniste. Ka një logjik thjesht edhe sot në politik. Ti nuk mund të bësh një aksion politik, sikurse ishte lufta, që është më shumë se një aksion, e vërteta, dhe në mes të rrugës kur gjërat kanë filluar, kanë marrë udhë, është organizuar, të harrosh çdo organizim dhe t'ja lësh një forcë tjetër politike ta marrin ata drejtimin. Është logjik politike më. Lulzim Basha për shembull. Këtu më kape se nuk di çfarë them, por unë nuk flas dot për njerëz aksidental në politikë. Po, se ti the si t'ja lindë ai. Po nuk lihet pra, po a e la. Po partia si vazhdon. Nëse është tjetër. Do të thënë edhe një herë që ti tani edhe humori është i pranueshëm. Por realiteti ndryshon. Do të thënë serbët, jugosllavët nuk kanë ndikuar thotë. Biseda tani kemi disa kujtime që kur e lexoj Enver Hoxha letrën e Dishnicës edhe u fol për Mukjen edhe Dushani i lshoi një çar për Mukjen. Është vërtet kjo? E beson këtë? Tani ore e besoj se Dushani ashtu fliste. Por fliste shqip, Dushani fliste shqip me një parë si muar, me një gjuhë shumë të rëndë, shumë vulgar, pra ishte një orë. Po ku e kishte mësuar atë çarën ai? Kur mësoni gjuhë të huaj, gjërat e para që mëson është
E shara, duhet ta kesh provoj edhe ti. Aty filloj, që të marrësh vesh kush shan. Jo, ne takojmë ati mbrezit, nuk kemë mësuar këto të para, se ajo anglishtja e klasës 5 që kam bërë në anglishtja ishe kështu, this is a pencil, e mërë this is a table. Flasë për të mësuar në rrugë të mira, jo në rrugë pastaj. Tani, do të thënë, për sa i përket sa gjë nuk kishte nevojë që të ndikoj, sepse politikisht Partia Komuniste humbiste krejtë rolin e saj. Shikojmë vendimet, mos merremi me i tha dhe i thash. Vendimet janë shumë të qarta. Krijohet 2 organizime thelbësore në Mukje. Një politik, 12 veta, këshilli, ekzekutivi përkohshëm, 6-6, dhe me kemi njësoj, por brenda 6 kraut të frontit nuk kishin të gjithë komunistë. Edhe njërë të lutem regjia? Nuk është kjo ai dokument, por që... Jo, listat. Lista, po. Pra, prishej, madje po të duash, edhe pjesa nacionaliste e frontit, përfshim Myslim Pezna, Baskupin, kishin poste ushtarake, por jo drejtuese. Pra, praktikisht, me krijimin e këtij këshilli ekzekutiv të përkohshëm, që do ishte qeveria e së nesërmes, e kishte marrë të gjithë drejtimin palli kombëtar. E para. E dyta, organizimi ushtarak, se jemi në luftë, flasim për politik, po për më tepër për veprime ushtarake. Krijimi i këshillave paralel, siç ishin këshillat nacional çrimtar, pra u krijuan dhe struktura të reja në Mukje, që zhvlerësonte tërësisht organizimin e deri atëhershëm të Pezës me këshillat nacional çrimtar. Lutem edhe një herë nëse që mundur regjia për këtë që po flet. Kështu që të dyja këto gjëra aspekte të rëndësishme ishin të pakapërcyeshme, jo për Enver Hoxhën, por për kushdo të kishte qenë kryet partisë. Vetëm ja kjo edhe një herë. Mund ta thuash edhe një herë, pra kemi prapë se kuptojmë ti 6-6 që theti. Si ishin 7-5? Po mirë, me atë numër delegacionesh. Jo, ishte me qëllim kjo? Duhet të përfaqësoheshin në mënyrë të barabartë në komitetin ekzekutiv me qëllim që se është tryeze përbashkët. Si fronti edhe balli duhet ketë të njëjtin numër për krah. Tryeze përbashkët kishim me balli dhe se kishim me... Por, brenda frontit nuk janë të gjithë komunistë, të thash, edhe ju po them, po mundojmë ta sqaroj. Kështu që Partia Komuniste dhe politikisht në këtë gjashtë që ishte brenda këtij organizimi humbiste, pra praktikisht ishte zhvlerësuar si forcë politike, sepse padyshim që lufta po bëj edhe për pushtet. Kush pije? Imagjino një foto ti sikur ti ishe Enver Hoxha me Mithat Frashin? Po ishte një gjë foto më përpara lufte dihet që bënim bisedë. Po sigurisht. Takohesh. Po padyshim. Takuar Enveri me Mithatin? Po që kur e ftoi tani referuar Enver Hoxhës, që e ftoi edhe për në Pezë, domethënë edhe në mënyrë personale ka ftuar nuk vajti. Pra, dhe po t'i kthehemi Pezës, sepse ne flasim për Mukjen, por në fakt nuk mund ta anashkalohet Peza, sepse nëse në Pezë jemi të nëset, por që brenda logjikës. Do kishim patur një dominim më të madh nacionalist, përfshirë po të duash dhe Mithat Frashërin. Po të kishte qenë Pezë? Po të kishte qenë në Pezë. Krau i Partisë Komuniste nuk mund të dominonte dhe të fitonte dot aq shumë terren, sepse pyetja e madhe është pse pikërisht në shtëpinë e Myslim Pezës u bë? Pse në Pezë? Pse te Myslim Peza? Ishte qendra e rezistencës. Ai krijoi çetën. Ka dhe një arsye tjetër. Çeta pa diskutim, por edhe reputacioni i pa diskutueshëm i Myslim Pezës. I Abbas Kupit, i Haxhi Lleshit dhe... Por e me Sanu Janikum se morën ata në konferencën e Pezës? Se ishte larg. Me çfarë do vinte? Me avion? Largësia, mund të qenë. Por që jo vetëm çështja është këtu. Jo, çeta e parë ishte me Sanu Janiku dhe dyta e Myslim Pezës. Nuk qëndron. Ja, atë sa besoj kurrë. Nuk qëndron për një arsye shumë thjeshtë. Po me që ishte s'ka parë aty afër gramshin tënd edhe nuk e llogaris. Ja pun argument. Është çështje tjetër ajo. Çetë e parë antifashiste llogaritet me aksionin e parë kundër fashizmit. Jo, nuk është shëfa. Jo, tani nuk thas, po ti hyn kësaj logjike dalim në çeta komitësh sa duash ne që nga Lindja. Çeta komitësh, jo. Tani të lutem. Çeta antifashiste do thot kur vepron ndaj pushtuesit. Po vepron tani kësaj mos i hyr se ka nuk i heqim asim me çetës. Jo, ti krijon informacion. Po aksioni e parë bën pas një muaji, si? Ti nuk e quan këtë kur e krijon? Ore po aksioni i parë është nuar dhe për çetën e Pezës, se po ashtu i kishte kohë që ishte krijuar. Kur ishte aksioni në prill të 39-s me Sanu Janiku, ja, këtu jemi dakord. Jo. Këtu ka një logjik
Tani, e di si dalim këtu, dalim si te krijimi i ballit kombëtar që dëgjoj ishte krijuar në fshetin përpara, por aksionin apo shkrimin e parë. Ore ballin unë e di që ti e do shumë ore, prandaj flet shumë po. Jo, prit, unë ballin e respektoj, por e kritikoj shumë. E kritikoj jo personalisht, sepse përderisa më nxorë në këtë shtek, sepse e mendoj vërtet e kam bindje shkencore që miopia politike, dështimi politik i ballit kombëtar që nga peza po deshe e mbrapa, bëri të mundur atë që u bë mundur. Po ti jetoj ti në 42 votore, ku do renditëshe? E sigurt. Unë mendoj se do isha në pjesën e atyre që do ngeleshin bas liste nëse kisha marrë këtë arsimim që mora. Ti me atë arsimin do që kulturë do të thrisin ata në qeveri, do të bëni ministër me pushuesi Gjerman. Kolaboracionist do ishte keni? Me Gjermano do ishte? E di, tani, unë nuk vlerësoj do të... Po do që kulturë i morën tërë ata? Do shembull, ke Alex Butën, ke Qerem Çabin, e Qerem Çabeti hajde të bëj ministër edhe ju. Jo, kam atë unë urdhën për ministër. Është bërë, po përgjigjen e ke parë? Si është përgjigje? Se në këto ishte në Itali e Qeremi, thotë gjë, thotë unë nuk jam shumë për politik, po më mbështesni, vazhdojmë financimi për punën që po bëj këtu, se i merrej me librat. Domethënë, jo detyrimisht. Dhe ajo që duhet të jetë kushte normale është që të jesh në krahun që ruan interesat e vendit tënd. Për fat keq. Ata shkreli thau. I thash, po ti çfarë do bëj lutën 2 botërore? Po me ata të qeverisë, pse ku do vija unë? Unë në qeveri jam. Po mirë, dakor, ai nuk e di ku do isha. Por besoj se do isha në krahun e vendit tim. Dhe krahu i vendit është andej nga ruan dhe luftohet për interesat e vendit. Tani, sa Jugoslav kishte tani, për sa i përket në këtë kohë, jemi ende ku Jugoslavët përfaqësohen ende me 2 emisarë që nga themelimi. Me 2 emisarë Dušan Mugosha. Të lutem regjia foton e 3 muskëtierëve, Enver Hoxha me 2. Brenda tyre përsëri duhet të bëjmë një dallim. Domethënë edhe një herë. Ja, kemi Dušani ky dhe edhe Miladini. Miladin Popovici, Enveri me 2 krah. Kjo është foto kështu monumentale kjo. Mund të ishin edhe shtrirë, por që monumentale. Shtrirë në krevat thotë. Unë mendoj që gjithmonë kur flas mendoj kanë fjalën për bindje jo. Tani mi portretizo pak të dy. Ky ishte serb Dušani? Dušani po, origjina pavarësisht se jetuar në Kosovë, pra në pjesën e Pejës, aty kishte mësuar edhe shqipen, por më shumë se kjo është e rëndësishme dhe theksohet bot kuptimi të dyve. Këtë mund ta zbërthejmë sepse është Po Miladini ishte malazes? Malazes. Miladini se është interesante për të dalë dhe të gjua si komunikonin të dy. Tani, thanë Dušani fliste shqip, atë shqipe në rënd, që thotë Enver Hoxha me të share, kështu me radhë. Miladini frëngjisht. Edhe po të shikojmë që nga themelimi Partisë Komuniste, duke në qartë se si fillon dhe kryohen ato klanet në thonjza, pra të serbisht folsve, që flistin drejt për zdrejti me të dy. Kush fliste me serbisht? Të gjithë që nga Ramadan Qitaku, i grupit rinjve që u zgjothe, me Koçi, me gjithë Koçi Zoze fliste me këtë? Po padyshim. Do thënë, gjua shumë e rëndësishme për të ndërtuar, sepse është normale, dhe do dalë të Enver Hoxha që po thua. Enver Hoxha sigurisht që fliste frëngjisht me Miladin, ndërkohë që pjesa tjetër me Miladin që s'disha frëngjisht. Gjua e kulturës kohës, kuptimin që Miladini ishte i arsimuar. Kulturë të madhe kishte po. Ishte arsimuar, ndërsa ky tjetri u kthye në armikun më të madh të shqiptarëve, komunistëve shqiptarë, sepse i urrente intelektualët, e shkruan me vepra, po të lexosh edhe librin e tij e thot qartë, dhe me grupin e të rinjve në veçanti krijoi një armiqësi të madhe sepse vinin një pjesë shkollarësh edhe studentësh dhe të arsimuar, ndërkohë që komunist, por më tepër anonte si antar dhe mendonte si antar i Partisë Komuniste Serbe se sa asaj Jugoslave. Ndërkohë që Miladini, se këtu është bela se oj mirë o i keq, nuk ka të mirë të keq. Miladini ishte komunist, i formoi ishte internacionalist. Enveri vlerëson. Si till tani, thuhet që e shfrytzuan, unë mendoj, nisu nga gjitha i dokumentacion edhe literaturë shpletuar, që të dyja palët patën interes, por Enver Hoxha diti ta shfrytëzoi më mirë këtë miqësi për të përfituar. Për vete. Për vete, por edhe politikisht. Sepse për Shqipëria nuk fitoi gjë. Po të dalin te treguarat, sepse përderisa ne flasim Shqipëria nuk fitoi gjë geni. Kur u krijua është burim me gojë, pra nuk është i shkruar, por që un po e them. Kur u krijua brigada e parë,
2 partizanë brigadës parë kishin vjedhur një Mshqedović, ai ishte. Edhe sigurisht e kishin ngrënë. U bë gjyqi partizan. Edhe gjyqi partizani dënon me vdekje. Wow. Po, se ne themi kështu. Po e di që edhe balli kombëtar, po të shikosh rregulloren e ballit kombëtar nga 21 a 22 masa, 18-19 për tyre janë gjithmonë me vdekje, edhe balli kombëtar ndiqet një në rrugë. U largojnë nga vendroja dënim me vdekje. Vjen luftë. Një sekond, më tregove një këtë se tani. Për vetëm një kishin vjedhur 100 apo Viça kishin vjedhur, gjyqi partizan i dënoi me vdekje. Por Enver Hoxha duhet të jepte sikudo, do thënë zbatimin e vendimit, fjalën e fundit. Edhe aty ku ishte Enver Hoxha, Dušan Mugosha, Mehmet Shehu, pra të gjithë drejtuesit. Edhe i shkon partizani dhe i thot që shoku komandant, kështu vendimi u mor kështu, pra me vdekje. Edhe tani ju si thoni. Enver Hoxha sigurisht që kaloi në një moment po mendoj. Ndërkohë që i dhe Dušani thot, po zbatohet vendimi padyshim thot, morali partizanit. Dhe Enver Hoxha nuk flet, po i vë dorën në gjoks edhe e shtyn. Do thënë që mos fol. Enveri ka shtyr Dušanin? Po, dhe Miladini tregon plot raste të tilla, kuptimin Miladini do thënë i tregon profesor Kristo në fakt, në kujtimet e tij. Dhe Enver Hoxha pyet partizanin, po si mendon ti, thot. Dhe partizani me sa duket qelloi pak i gojë, thot, po ne sot po them po krijojmë brigadën e parë dhe ta inaugurojmë me gjak partizani, thot. Mos të ekzekutohen, morën dënim tjetër ata, një mas tjetër disiplinore. Do të thënë, nuk duhet shikojmë dhe po të lexojmë pashtu dhe profesor Kriston që kanë ditur disa muaj në një bazë i fshehur gjatë vitit 42 me Miladin Popovicin, e tregon në këtë marrëdhënie, ku Miladini veti thotë që ne vërtet jemi këtu për të këshilluar, por i na vijnë gjitha vendimet. A ju dëgjon? I thotë, a ju dëgjojnë? Komiteti qendror i thot Kristo Miladinit, herë na dëgjojnë, herë nuk na dëgjojnë. Pra, nuk duhet menduar, sepse edhe këtu vim në atë pikën që duhet ta shikojmë më me kujdes e para për shkak të vërtetësisë historike, dhe e dyta, po nuk është më dhe nuk është një kënaqësi e madhe për që qofsh edhe komunisti shash shqiptarët ti bësh si vegla dikujt tjetër. Sa ka vrarë? Kështu që jam i mendimit që sa interesa kishin që të dy, përsa i përket interesave jugoslave, po kaq mirë edhe Enver Hoxha diti me të dy të luaj dhe të marrë përfitimin e tij politik. Sa ka vrarë Dušan Mugosha? Sa shqiptar ka vrarë Dušan Mugosha? Nuk mund të them dot numër, por Dušan Mugosha ishte gjakatar, e ka treguar gjatë kohë, sepse Dušani kështu bëndarja, ishte i terrenit, Miladini ishte i letrave, pra ishte i intelektuali që sa ka vrarë? Nuk të them dot. Po flas një historian serioz tani, unë besoj shumë ty. Po se nuk ka marrë ndonjëherë të numëroj. Ajo dëshmia e Xhelas Saraveckës po ngel një dëshmi, por që 70 sa Dušan Mugosha, atë që unë them është që dhe më shumë po të kishe vrarë, prapë do kishe ngelur ndoshta i kënaqur, sepse i tillë ishte. Pra ishte i tillë. Madje po të duash përderisa jemi duke folur për ta të dy, është ata që ka gishtën vrasin e shokut i dhe Miladin Popovicit. Dušani? Po, e jema e Miladinit nuk e priti Dušanin në varrim. Nuk pranoj që Dušani merrte pjesë. Po kjo është një histori që na largon. Është e zbardhur vrasja e Miladin Popovicit për ty? Për mua është e zbardhur, për mua është përdorur siç ndodh rëndom dora një shqiptari për interesat jugoslave. Pra të shërbimit shtetit Jugosllav, nuk është për mosmbajtjen e fjalës së tij dhe thotë jo për Kosovën. Prazi e dokumentuar është që 3-4 javë para se të vritej, Miladin Popović në Beograd me Titon ka bërë një debat shumë të ashpër për sa i përket Kosovës. Dhe i ka thënë, unë po perifrazoj tani, që u dhe fjalën shqiptarëve të Kosovës vendosjen, tani mbaje fjalën. I ka thënë Miladini Titos. Jo se i donte shqiptarët, se ne nga ashtu besonte si internacionalist që ishte, mendonte që çfarë i tha Tito? Po sigurisht që u debatua dhe në mënyrë të befasishme mbas 3 javësh vritet. Po Dušani si përfundoi? Dušani u bë, pra në këtë kohë nuk u bë zëvendësi Miladinit, zëvendësi Miladinit pra u bë ish ministri i brendshëm malazes, por Dušani që zëvendësi i tij. Ama realisht Dušani ngeli në Kosovë gjithmonë violinë e parë, po e përdor në aspektin. Deri cili vit? Deke natyrale, nuk ka psuar gjë. Jo, s'ka psuar gjë. Por për ta mbyllur këtë gjë së rëndësishme,
vrasja e Miladin Popovicit u shfrytëzua jugoslavët për të bërë terror në shqiptar dhe po të duash, ky terror ka të bëj edhe me masakrën e Tivarit. Kështu që ngjarje janë. Thua kështu ti, thua kështu, prita dalë frenoje, prita. Se në ekran. Jo, pritani, domethënë gjithë masakrat e Tivarit është bërë si justifikim quasi nga dalë ty se unë e di që ti e kap dhe e di, por dhe mund ta shndrojmë po duash edhe me kolegë në debat, vrasja e Miladin Popovicit është shfrytëzuar për terror ndaj popullsisë shqiptare të Kosovës deri në Tivar. Tani, pyetja ime është, pas këtyre dyve Vukmanović Tempo, si funksiononte? Largimi i të dyve këtyre ndodh në gusht të 24-s, mire kam, dhe ndodh para plenumit të Beratit. Dhe është një ndrim jo i parasësishëm nga Tito, se që të dy, se ti shikon foton, sigurisht që ndërmjet tyre u krijua një marrëdhënie shoqërore, sidomos ndërmjet Miladinit dhe Enver Hoxhës. Tushani pak më larg. Këta erdhën si të deleguar, do këta dërgoi Partia Komuniste Jugoslave si përfaqësues, debati për do që ndrojë. Se dërgoi Partia Komuniste Polonisë, për shembull, po Jugosllavismën burr. Se internacionalist. Sepse gjeografikisht, por edhe brenda Ballkanit, dhe mos harrojmë që na mbulonte Jugosllavia. Siç të mbuloi deri në 48-ën, ku çdo komunikim të kalonte nëpërmjet Beogradit. Pra Stalini me Shqipërinë është rasti i parë që vendosi që dy parti komuniste mos të komunikojnë drejt për drejt, por nëpërmjet një treti siç ishte Beogradi. Po kjo është çështje tjetër. Në gusht të 44-s largohen, vjen ekipi tjetër. Kush ishin? Unë në emrat jam, sidomos Adaslav jam dobët. Do më me viç, është e sigurt. Prapa shtesa është e sigurt, por janë tre. Tre? Po jo, Vukmanović Tempo nuk ishte te këta? Po jo, me këta ishte edhe ky, sigurisht. Por ekipi zvendësues erdhi për të prishur pikërisht këtë raport miqësor që ishte krijuar. Ata erdhën me qëllimin për ta rrëzuar. E vërë? Po, padyshim. Sepse po mbaronte lufta, tani duhet të ndryshonin balanca dhe drejtuesit me qëllim që ta kishin më të lehtë planin e tyre për bashkimin. Bëri atë autokritikën aty që një pjesë e lexove, edhe arriti domethënë që të shpëtoi nga ajo gjë, nuk u arrit shkarkimi dhe kjo pjesë unë mendoj e kësaj autokritike dhe të kësaj manovre politike, Enver Hoxha e tregoi që ishte mjeshtër. Nga Berati derisa vdiq për sa i përket mënyrës se si vepronte dhe pra një merit nuk mund t'ja ham që ishte mjeshtër ushtrimi pushteti. Pra kjo gjë nuk. Po gjithmonë do të dy ishin vetëm. Tani pastaj erdhi tani përbërja etnike e tyre, unë nuk e di. Jo flasim dy Jugoslav. Por pastaj kemi ardhjen e shtabit Jugoslav, pastaj kemi fuqizimin, po padyshim. Tani erdhën këtu serbët, këtu është dhe momenti që vjen edhe majori Ivanov i famshëm, pra që ti ishte Rusia. Pra, për të kthyer përsëri te Mukja, unë e përjashtoj kushtin nga jugoslavët, sepse nuk kishte nevojë, sikurse e thash, sepse Mukja është veprim politik dhe kërkonte po ashtu reagim politik dhe si forcë politike, Partia Komuniste nuk mund të lëshonte terren, ndërkohë që e kishte fituar një pjesë të mirë të Shqipërisë. Tani, një nga studiuesit e luftës së dytë botërore dhe të konferencës Mukës kanë nxjerrë dhe studimeve, Uran Butka, ne kemi pasur rastin që të bëjmë edhe një debat face to face në një emision tim. Ai thot, janë këto shkaqet e prishjes së marrëveshjes Mukjes. Me këtë marrëveshje goditeshin interesat e pari, interesat jugoslave për Kosovën, si dhe sulmimet jugoslave ndaj Shqipërisë. Ne një dy marrëveshjes që shprehte për një Shqipëri të shprehej, për një Shqipëri të pavarur dhe etnike, i tërboi jo vetëm përfaqësuesit e Partisë Komuniste Jugoslave. Si e mati tërbimin ky zotëria? Tani nuk shkruhet, por nuk shkruhet një histori tani, tërboj atë çmendin e eksitoj atë Burileu. Tani të lutem tani. Geni, të lutem se unë të kam ik, po se kam Urani këtu tani të them ty. Me atë zot. Shkaku i dytë i prishjes një anshëm të marrëveshjes ishte çështja e pushtetit. Frika se pushteti mund të ndahet me forcat nacionaliste e forcat e tjera, këtë e thua dhe ti kështu thua. Po më. Po jo. Shkaku i tretë ishte se i hape rruga plotësisht vendosjes regjimit komunist në Shqipëri. Tani ndryshimi nuk duhet të merrem fare me zotrin, fakt as personalisht jo, po as në mënyrë shkencore, sepse jam i mendimit që e kam thënë dhe ndoshta diku tjetër, do të them vetëm një fjali që është një ndër ata që
ka tjetërsuar shumë realitete historike përsa i përket. Edhe duke mos qenë as i fushës fare, se kështu unë e them gjithmonë është bërë sport popullor tani, kur s'ke ç'bën hajde merremi me historinë, nese. Tani unë flas për vendime të marra dhe për logjik normale, aty flitet me tërbim, edhe jo po ai mendonte kështu se duhet kishte qenë kështu, këto janë pallavra, nuk flitet histori kështu. Më vjen keq që e them. Edhe jam jo etik tani. Unë flas për vendime, parimi vetëvendosjes, thuhet në Mukje. Luftë ndaj pushtuesve, marrëveshje ndërkohë, negociata me gjermanët që kundër jush do luftojmë, që në 42-shin, fund 42-shit po deshe. Tani këto janë element edhe piketa ku ne zhvillojmë vlerësimin historik, diskutimin. Jo që nuk mund gabonte Mitat Frashëri se deshe vendim, po mor pa dyshim që deshe vendim Mitat Frashëri, pa dyshim që ka merita shumë për Shqipërinë, absolutisht po more. A ishte në produkt serb jugoslav? Nuk e besoj. Si politikan? Unë nuk e shikoj kështu. Një akuzë është edhe që konsulli në Korçë, Stanoje Simić ky si ai futbollisti, ka rekrutuar Enver Hoxhën. Nuk e di. Në Korçë? Nuk e di se s'kam parë gjë që të them, nuk u besoj dot kësaj gjë. Unë i them këtë gjë se po e ripërsërisim. Enver Hoxha e shfrytëzoi praninë dhe miqësinë që lidhi me të dy jugoslavët, sidomos me Miladinin, për të përfituar politikisht dhe për të marrë atë pozicion që mori. E shiti? Njëra anë. Po si mund shesësh një gjë që se ke? Kur e kishe që ta shiste? Kjo është shpreh Pascal Milos. Jo, kjo është e imja. E kam marrë ai nga ty? Nuk e di. Po unë këtë kam them dhe ora është logjike, mund të jetë edhe 10 tjerëve, se s'ka lidhje fare. Si mund shesësh një gjë që se ke? Tani këtu flitet për vendime, për një Shqipëri etnike, e cila do realizohet, pra e para një fjala etnike, sigurisht që hapte sa pazare tjera që kush e bëri, kush e ndau Shqipërinë fundit o bëri dhe ot. A ishin përsëri këta që u mblodhën tavolinë e 26. Ekzistonte mundësia zoti Kasmi që Shqipëria ta merrte Kosovën? Nuk mund të ekzistonte sepse ata fuqitë e mëdha, konferencë e paqes të njëjtët njerëz përsëri, e njëjta politikë në tavolinë, dhe unë mendoj që konferenca historikisht, tani konferenca e 13-s ka diktuar dhe do vazhdoj të diktoj këtë ndarje territoriale shtetërore, sepse janë çështje të mbyllura. Tani këtu thuhet që do luftoj, nga ana tjetër gjermanëve u thuhet që nuk luftojmë kundër jush. Në vazhdimsi, me njëherë pastaj duke përdorur ta shqyrtuar në luftë civile, u hodhën qendrështator 43-shit në mënyrë organizuar në luftë me gjermanët për qëllime politike. Por nuk është bashkëpunim ideologjik, duhet jemi të qartë. Bashkëpunimi ka disa kategori. Ky ishte bashkëpunim pragmatist politik me forcën e armëve gjermane, të shkatrojmë kundërshtarin politik, të ngelin faktori vetëm pushteti. Të dyja krahët janë në orientim pushteti, normale, janë forca politike. Por ajo që bën dallimin është si po shkon drejt pushtetit. Do të shkosh duke luftuar kundërshtarin tënd me armën e gjermane, duke thënë që ti e prishe Mukjen, ndaj Mukja është krye fjalë, se justifikon shumë dështime. Dhe unë nuk shaj, unë kritikoj në mënyrë historike, se e quaj vërtet përgjegjëse të dështim. Pret nga historianët serb polemika, se unë besoj do ketë. Po me siguri, padyshim që po. Kështu funksionon, pra është. Ore mund të jetë edhe polak, po ja fuskot tani. Jo, po sema polak, jo po estonen tani. Është normale, çdo temë nxehtë që sillet në një thes, diskutohet. Domethënë, për ta ndarë kemi edhe dy foto tjera, mos gaboj, ju lutem. Regjia. Mos gaboj, kemi një foto. Kemi? Kjo. Është e gazetës Koha e Jon. Jo, foto tjetër një, pastaj ajo Didier. Referencën e ke nga Didieri, pra marrëdhënë. Atë që ti përmende. Po e përmenda sepse, si thash, tani ka disa probleme, unë po them dy më kryesoret, për sa i përket këtij botimi. Kjo konferenca e para është botimi 48-s. Mukje ka, se ndonjëherë e lexoj Mukaj. Po Mukajt, Mukje, por që unë e di Mukje. Tani britanikët çfarë qëndrimi mbajnë? Tani britanikët sigurisht që këtu ka një element të ri që sipas burimeve gjermane thotë që edhe kolonel Crispi, pra shqipfolës që i kohë zogut, pra i oficeri britanik, thotë që ka marrë pjesë në tapiz, ndërkohë që burime tjera nuk na konfirmojnë. Por ajo që është e sigurt, ajo që është dokumentuar është që britanikët ishin pro këtij bashkimi. Sepse duhej që të bashkoheshin, po patjetër, sepse çdo ushtar gjerman i vrarë këtu do thotë kursimi një jete ushtari britanik kur do bëj Normandia. Domethënë, dhe nuk i hynin fare. Mukje kishte tuaj?
në mukje, në tapiz pretendohet për Krispin, vetëm Gjermanët e thonë, jo. S'ka situatë si Jugoslavës, as fare. Jo, pra sepse... As Britani. Pra ka një term që nga prita këta ranë kundër prit, sepse vajtëm për t'i marrë me vete, i morën ata me vete. Do thënë që u... Tani, zoti Kasmi, ka një analogi... Kemi foto tjetër njërë për ta mbyllur këtë? S'kemi foto tjetër. Okej, tani, zoti Kasmi, kjo ishte një nga luftat e shqiptarëve, po kemi bërë dhe një luftë dhe epopet tjetër atë të UÇK-s. Sigurisht nuk ka paralelizëm, sepse është komplet një gjë tjetër, por në Hag ndodhen krerët e UÇK-s, ata që drejtuan rezistencën e armatosur të shqiptarëve gjatë asaj ofensive dhe genocidit më të madh të cilësuar nga çdo historian studius, mbas genocidit ndaj hebrejve të luftës botërore. Genocidit ndaj shqiptarëve është i dyti më i madh. Ata sot ndodhen në Hag. Unë do doja mendimin e një studiusi, një historiani, që nëse mund mos ndjekësh për ditë ato lajmet e vogla, por atje tashmë ka disa dëshmitarë si James Rubin, si shtëpisë Bardh, edhe i Departamentit të Shtetit, dhe funksionarëve të tjerë. Po pra, fatkeqësisht po shikojmë që dëshmitar pro asaj lufte të drejtë, se po more komandantët e luftës të UÇK-s se ti çosh në Hag, praktikisht ke çuar gjithë UÇK-n, se s'do merren me ata drejtojnë, me ushtarët. Dhe fatkeqësia si gjithmonë, apo si shumë herë që ndodh me shqiptarët, është që të huajt, rasti konkret pra të gjithë përfaqësues dhe të tjerë, se u përmendet një zotri, po dhe të tjerë, mbrojnë më shumë shqiptarët se sa duhet ta mbronin vetë shqiptarët këtë gjë. Pra, shkon të vësh ndryshim luftën e Kosovës, të mundohesh ti tjetërsosh natyrën luftës shlirimtare, aq sa kishte mundësi, se gjithmonë për mundësi flitet. Se s'mund të flitej për luftë frontale tani që të kishte raketa e topa e UÇK-ja, por të mohosh atë qendres, të mohosh të gjithë atë vuajtje, atë humbje, ato jetë njerëzore që u shkaktuan atë luftë, dhe të vësh ndryshim karakterin e saj çlirimtar dhe kombëtar, është ndoshta veprimi, flas për pjesën tonë shqiptare, se të huajt mund mendojnë që duan në gjykat, është veprimi ndoshta më antikombëtar që mund bash sot ndaj Kosovës dhe shqiptarisë në tërësinë e saj. Dhe për fatkeq po shikojmë që po përdoren, si edhe në luftën e dytë, nëse do të bëjmë në një paralelizëm, po përdoren duar shqiptarësh për të nxjerrë nga zjarri gështenjat e nxehta për llogari të qarqeve. Je duke thënë që po rishikohet edhe si histori? Unë jam duke thënë që me këtë veprim tregohet që trashëgimia historike e UÇK-s është në një rrezik shumë të madh, sepse mund të pësoj, dhe po vazhdoj kështu, do ta pësoj të njëjtin proces revizionues sikurse e kaloi dhe qendresa e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore. Po bëhet shumë më shpejt. Ky është problemi. Prisë ti i thua kështu këto, do të ti po thua që rishikimi i rezistencës së UÇK-s ti e krahason me rishikimin e rezistencës së shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore? Po marr dy periudha lufte, shqiptarësh, dhe po e krahasoj. Por për fat të keq duhet thënë që ky proces revizionues edhe nga kolegë në Kosovë, po ecën me hapa shumë të shpejt se sa ndodhi në Shqipëri. Dhe në dëm të çështjes. Dhe kjo sigurisht e ka një shpjegim, sepse ne patëm atë periudhën 45 vjeçare ku kjo luftë u mbajt, edhe u tjetërsua, edhe u shtua, u përdor, ndërsa Kosova është shumë afër, edhe ky tjetërsim po ecën me ritme shumë të shpejta. Dhe kështu ndodh, sepse kur të lexohen votimet mbas shumë vitesh, ata luftëtarët, përfshirë dhe komandantët, ndoshta nuk do jenë më, do i referohesh literaturës. Edhe tjetërsimi vjen gradualisht, por në dëm të çështjes kombëtare. Kështu që për mua, për sa i përket gjyqit, është po ashtu një vepër e shqiptarëve, më së shumti. Vepër e shqiptarëve? Më së shumti një vepër e shqiptarëve për përfitime politike, dalin gjithmonë te përfitimet, për përfitime ndoshta edhe ekonomike kështu me radhë, por që të gjykosh. Po shikon atë hashimthacin atje? Tani sigurisht që edhe hashimi drejtues ka qenë, a mund të ketë veprime vendimarrje të gabuara? Po mund të ketë, por ka qenë si ushtarak, dhe një parim ushtarak është që më mirë një vendimarrje e gabuar se as një vendim fare. Kjo s'do thotë të shkosh në ekstrem, të kuptohemi. Por nuk mund gjykohet UÇK-ja në këtë prizëm tani. Edhe meraku është që me ndihmën e
politikës shqiptare aktuale të Kosovës, kjo gjë po shkon shumë ters, deri ndoshta në dënimin e tyre. Ndërkohë që kriminalizon gjithu çkën, s'ke që bën shërbim më të madh atyre që u intereson kjo punë. Nuk po akuzoj, po është logjik, është vazhdim logjik. Tani ne duhet presim numrin tjetër këta historianë serb që të turrën ty? Po jo, nuk besoj se do më coptoj në kuptimin e kësaj, por që mendoj se do ketë reagime, sepse kështu funksionon shkenca e historisë. Ki dhe prit në kuptimin. Si kanë pritur kolegët e tu? Nuk e di. Ti e ishull kështu, nuk e di, Robinson Crusoe. Nuk merrem shumë në këtë gjë, por që ajo që duhet thënë është që duhet të këmbgullim që në momentet caktuar të historisë, mos i shërbejnë politikës kohës, apo sikur se të etiketojnë shumë kollaj sot. Momenti që kritikon njërën palë, je padyshim me palën tjetër. Edhe janë kapur dhe vazhdojnë me ende rimbas mukajt, pse? Sepse ka si në kohë të Enveri dikur, o shumë të mirë, o shumë të qi. Pra, ai e deshte shumë atë dheun, po si e matë, ma për e dhe shprej. Zoti Kasmi, unë të falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e këndshme dhe për më tepër që ti ke bërë një akt guximtari, po themi, që të botosh në gojën e ujkut, po themi. Unë ka marrë shumë risqe mbi vete, se dhe kur ta shikojnë lexuesit e ty, do kesh një palë që do fillojnë komentet e ty, do fillojnë se botove atje? Jo, ti ke botuar në stroftullën e ujkut, se kjo është e bukur. Su pëlqejnë qëndrimet edhe fillojnë komentet pastaj. Por që unë e kam marrë parasysh këtë gjë, domethënë. Edhe është një nga arsyet që unë s'jam as në rrjetet sociale, se quaj kod humor, se po të vinë në mendim tamam dhe jo, që si e në rrjetet sociale, di si thot Bill Gatesi, kur një biznes që nuk është në internet, nuk është në biznes. Ja, me biznesin tim u morëm sot. Po pra, në rrjetet sociale jemi, se jemi në YouTube. Po mirë, po unë i them aty ku i them edhe... Qartë. Zoti Kasmi, mund të falenderoj dhe të uroj suksese në botimet tuaja, me zi pres ato si do jenë ato të serbëve, edhe shpresoj që ti me argumentet e tua ti përmbysësh ata, do të fitoj kauza jote, ajo që ti studimi yt. Dhe përsëri ne do ta diskutojmë. Me kënaqësi. Do ishte me vërtet shumë interesante. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.